Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita, të drejt për drejt si zakonisht. Sonte kam derin t'ju promovoj ose t'ju njoftoj edhe me ca profesionist të fushës së mjekësisë, të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishëm në trajtimin dhe diagnostikimin e pacientëve që kanë probleme ose smundje me shëndetin mental, por para se të prezentoj ata, që informoj se një nga arsyet kryesore që sonte i morëm në emision është edhe themelimi i shoqatës së infermiereve të fushës së psikiatrisë. Kjo është një shoqat e re, që do të thotë për herë të parë u mba edhe simpoziumi i këtyre infermieristeve të fushës së psikiatrisë, për atë se çfarë krejt ndodhi në spitalin psikiatrik në Shkup, ku edhe u mbaj domethënë ky simpozium, do na informojnë të ftuarit tanë. Kam nderin t'ju njoftoj me doktoreshën Behia Nuhiu, psikiatre. Shkojmë me zonjën Fluria Ibrahimi, infermiere, e cila është motër kryesore në këtë institucion, por edhe një nga themeluesit e shoqatës, për cilën apo jo edhe informuam shikuesit. Dhe për herë të parë në studion e Provitës, psikologu Nekan Iseni. Unë shpresoj se do kalojmë mirë sonte dhe se do kemi çfarë të flasim në këtë temë kaq të rëndësishme, sepse me të vërtetë kam përshtypjen se rrallë herë flasim për mënyrën se si trajtohen personat me probleme në shëndetin mental, sidomos në institucionet tona këto në vend. Le të fillojmë atëherë me juve, zonja Flurie, se me gjitha du me thënë risi është, apo jo edhe kjo shoqatë, risi është edhe ky simpozium që unë bajt, ndërkohë që ju jeni aty du me thënë edhe organizatore edhe një nga themeluesit e shoqatës. Çfarë do të thotë kjo për ty, si dhe pse u themelua një shoqatë e tillë, se ne kemi një shoqatë infermiereve në përgjithësi, por jo të Javën e kaluar themeluam shoqatën e parë të infermierëve të psikiatrisë në kuadër të shoqatës e infermierëve të përgjithshëm në të zonjës Gordana Beshlievska, për ne shoqata që është, për me qëllim të forcimit të rolit profesional të infermierëve psikiatrik. Infermierët psikiatrik kanë sfida të veçanta. Ata punojnë me pacientë me çrregullime të identitetit, ankth, trauma. Me një fjalë shumë më vështirë se sa infermierët tjera, po jo? Kjo është, infermieria psikiatrike kërkon një trajnim të specifik, të veçantë. Njëkohësisht shoqata ka rolin që të jep infermierëve psikiatrike zë, vlerë, mbështetje, mban edukimin e trajnimin në formë të seminareve, simpoziumeve, tash si që mba simpoziumi i parë, punëtorive të ndryshme, kongrese në të ardhmen, shpresoj çdo ditë duke përparuar edhe shoqata. Njëkohësisht kjo është një urë që e lidh profesionistët me institucione shtetërore dhe pacientët. Ajo bën shkëmbimin e risive ndërmjet institucioneve në vend, po edhe jashtë vendit organizata që merren me psikiatrin. Rregull, psikiatre jeni, si e kishit vlerësuar, ju ishit edhe ligjëruese? Specializante e psikiatrisë, po isha dhe unë pjesë e simpoziumit, është një hap për ta përshëndetur dhe përgëzoj shumë motrën Flora që ka marrë një iniciativë të tillë për ta themeluar dhe shoqatën e parë të infermierëve të psikiatrisë. Ishte një hap shumë i rëndësishëm, sidomos që organizu pikërisht nga Spitali Psikiatrik Shkup, domethënë spitali ku që të tre jemi të punësuar. Ishte mjaft mirë organizuar, unë isha një prezantuese, një temë e cila ju takon edhe mjekëve, mirë po që ju takon edhe motrave, se si ti hasim ato efektet anësore nga terapi që i japim neve si psikiatër. Po, besoj se më pas do të ndalemi dhe pak më detajisht rreth asaj se çfarë ju mendoni dhe sa me rëndësi është bashkëpunimi që të tre, domethënë profesionistëve apo të kësaj lëmie në një institucion të njëjtë. Shohim psikologu, si do e kishit vlerësuar ju domethënë këtë simpozium, nëse nuk e keni ndjekur ndoshta aty për aty, po megjithatë keni dieni se për çfarë është bërë fjalë, pastaj rëndësia e bashkëpunimit të infermiereve me ju, sepse ju e keni rolin e juaj, infermierët
rolin e tyre. Do thot ju mund të dëgjoni, mund të jepni mendimin e juaj, por ca gjëra do të thonë nuk mund t'i bëni, bëjnë vetëm infermierët. Shumë e vërtet, isha prezent në simpoziumin që u mbajt në spitalin psikiatrik. Me të vërtet, kishte disa mesazhe shumë të rëndësishme për bashkëpunim me gjithë stafin, jo vetëm me stafin e mesëm, ku me shumë dëshirë kisha dashur të japim gjithë kontribut për këtë proces që ka filluar. Tek simpoziumit ndalim edhe një qik, zonja Flurie. Eventualisht cilat tema do i kishit vequar, që mendoni se kanë qenë të rëndësishme, dhe nga ana tjetër, shkurtimisht çfarë presim nga kjo shoqatë? A do jep mundësi që të ngreni zërin edhe më tepër se kaq, sepse megjithatë shoqata e infermierëve në përgjithësi të infermierëve do të thotë që e kemi në vend, janë ato ndonjëherë mjaft të zëshme. Sa tani ju do luftoni për të drejtat e juaja, edhe a mendoni se i vlerësojnë këto infermiere, do me thonë që punojnë në këto institucione, sepse ja e kemi këto edhe specializantën e psikiatrisë, e cila do na thotë rëndësinë dhe ndoshta pse jo rrezikun që ju si infermiere në këto institucione e keni për dallim nga ato infermieret me respekt ndaj të gjitha infermiereve apo jo, por është pak më ndryshe. Pse është më ndryshe? Ju jeni sonte na i tregoni gjitha ato sfida, probleme, po pse jo edhe gjërat mira të cilat i mbani në vete dhe gjithashtu që i ndihmoni me kujdes të veçantë, me dashuri besoj, edhe personat me, mund të them ndonjëherë edhe me nevojat veçanta, apo jo? Psikiatria kërkon në veçanti edukime të trajnime të rregullta, me simpoziume, me seminare. Këtu në Maqedoni spitalet psikiatrike janë të laruna mjaft mazdore, ku mungon mos pari stafi. Kemi munges të stafit në përgjithësi, jo vetëm të infermierëve. Renovimi, ndërtimi, kushtet të reja, si në kohët e fundit, vjetët e fundit, shumë infermiere psikiatrike largohen nga spitalet psikiatrike. Shkojnë në për institucione tjera, në për spitale tjera. Një pjesë edhe jashtë të vendit, disa në vend, disa jashtë të vendit. Mungesa e sigurisë gjatë punës, kushtet, shkojnë për shkak të kushteve, për paga më të larta, për siguri. Nga këndvështrimi psikologut, si do e kishit vlerësuar punën e një infermiere në këto institucione, pastaj normal pa ju anashkaluar edhe juve si profesionist, sepse gjithë ju jeni domethënë aty. Në këtë rast duhet të theksojmë se që të tre jeni të punësuar në spitalin psikiatrik Shkup. Po. Mendoj se tepër është e rëndësishme detyra infermierëve, sa që na ndihmojnë tepër edhe neve si stafi i psikologëve, pasi që në shumicën e rasteve na lidhin të gjitha, na lidhin detyrat që duhet t'i shërbejmë pacientët bashkarisht, dhe në qoftë se sa më mirë koordinohemi, besoj që më mirë është edhe shërbimi tek të gjithë pacientët tjerë. Është punë mjaft e ndjeshme që kërkon durim, qetësi, koordinim. Tani, behi, nga këndvështrimi juaj si psikiatre, dhe me thënë, një bashkëpunim është i domosdoshëm për të trajtuar një pacient me probleme të caktuara shëndetësore që janë në spitalin e juaj. Nga ana tjetër, jo vetëm bashkëpunimi, por se cili ka detyrën e vetë. A mund të na shpjegoni se cili është roli psikiatrit, po cili është roli psikologut, se infermierës sa do ku do e din, po megjithatë nga këndvështrimi juaj, sepse zonja Flurie theksoi se shumë pak persona pranojnë, punojnë aty, mund të thoja janë më heroina ato që punojnë aty, se me të vërtet ka raste kur për cilat ju besoj që detajisht do na informoni. Çfarë krejt ndodh dhe si trajtoni këta persona, këta bashkëqytetarë tanë, edhe sa jemi ne si të gatshëm si institucione, po pse jo edhe si profesionist?
Çfarë kemi, çfarë s'kemi, çfarë na mungon, çfarë duhet ndryshojmë? Urdhani. Në moment që bëhet pranimi i pacientit, do të thonë në kuadër të spitalit punon edhe ambulanta e pranimit, ne si mjekë vlerësojmë a ka indikacion për të shtri në spital, plotësohen normal dokumentet cilat janë të nevojshme, pastaj ballafaqimin e parë kemi neve si psikiatër, si mjek në spital, mandej me njëherë orientohet ka motrat. Ato i masin, ato parametrat që duhet i matin dhe një pacient, edhe me sëmundje somatike në qoftë se kanë, edhe bashkëpunimi është, si që cekët edhe ju, i domosdoshëm. Ditëve të para, merremi ne me pacientin, një anamnesë të detajuar, përveç se që flasje me pacientin, gjithashtu bashkëpunimin me familjen e kemi të domosdoshëm, se jo gjithmonë pacientët të tonë janë vetë kritik edhe nuk e din se çfarë po ndodh me ta, prandaj bashkëpunimin me familjarët e kemi të domosdoshëm. Mandej, sipas vlerësimit ton, e kazojmë edhe ka psikologu, edhe për të na i bërë një disa testime psikologjike, varësisht diagnozën cilën e trajtojmë ose dyshojmë, me psikologun bashkëpunojmë për ta verifiku diagnozën që ne me veçme e kemi në mendje, mirë po për ta verifiku diagnozën gjithmonë e kërkojmë bashkëpunimin nga psikologu. Nga çfarë varet se cili pacient do të qëndroj në spital, cili do jetë në trajtim shtëpia, kemi edhe trajtim ditor, besoj që një organizim të këtij mundet edhe ndoshta edhe zonja Floria se është motër kryesor aty, po nuk do ju ndaj tani se kush çfarë do flet, do jem pyetje të përgjithshme dhe shohim realitet një bisedë spontane, produktive për të informuar shikuesit e Provitës se si funksion një ekip gjatë trajtimit të këtyre bashkëqytetarëve. Vlerësimi në qoftë se ka një pacient nevojë për të shtrinë në spital ose për të mjeku në ambulant ose në spitalin ditor, e bën pikërisht psikiatri ose mjeku, siç janë edhe specializante. Në moment që vjen sipas pyetjeve edhe tregimeve të familjarëve, vendosim a ka nevojë për shërim, trajtim në spital. Gjendjet këtilla janë psikozat akute, depresionet me mendime suicidale, gjithashtu çrregullime të sjelljeve, vetëlëndime ose sjellje autodestruktive e kështu me radhë, kurse rastet më të lehta, të cilat nuk janë të rrezikuara as njerëzit për rreth tij, po as vetë pacienti, i sugjerojmë që të trajtohen në spitalin ditor ose në trajtim në ambulant, për shkak se edhe shumë hospitalizimet e shpeshta krijojnë një farë varshmërie. Ne kemi një term që e quajmë hospitalizëm, edhe pikërisht kur pacienti ndihet më i sigurt në kushte spitalore edhe nuk mundet me funksionu jashtë spitalit, prandaj që të mos vijë deri te kjo varshmëri nga spitali, sugjerojmë që të trajtohen në spitalit ditor ose në ambulant. Zonja Florie, si do e kishit përshkruar një ditë infermierës në këto institucione? Cilat janë obligimet e juaja? Si funksiononi, bëni planin, çfarë krejt dhe si ndihmoni ju këta pacient? Puna ime si motor kryesore është më tepër organizative. Nuk do të mbahem shumë pjesën time, do kaloj më tepër në infermierët që janë direkt me pacient. Por megjithatë mundeni apo edhe për to të flitni pak të na sqaroni se çfarë krejt kanë ato. Dita fillon me marrjen e raportit të mëngjesit nga turni i natës, që ka kalu ndryshimet në gjendjen e pacientëve e gjitha nata si ka kalu me pacientët. Kalohet mëngjes vizita me mjekët, bëhet ndarja e terapisë, gjendja e pacientëve, ndryshimet emocionale, menaxhimi me kriza pacient agresiv kur kemi. Infermierët njësoj kanë për detyrë të sigurojnë një rreth të qetë, ato i përcjellin pacientët të cilët mund të vetë dëmtohen apo të jenë agresiv në ato situata, informojnë mjekët. Kemi pacientët tanë një numër normal dhe kanë edhe sëmundje somatike tjera, përveç se psikiatrike, matje shenjave vitale, dhënia e terapive të ndryshme. E sa të tjerët kujdesen për ju kur i vizitoni këta, se ka raste kur hyni në se ishim apo jo bashkë atë ju kujtohet para ndoshta një viti. Fiks një vit. Po, ka një vit. Dhe me të vërtetë ndonjëherë ishte vështirë, madje kishim raste kur edhe ekipin ton të emisionit Provita, të televizionit ton, e përcjellnin qa security, sa persona të
ishin për sigurinë tonë aty. A keni ndonjëherë ju nevojë që edhe juve dikush që siguron? Kemi nevojë, normal për sigurim, po sigurim nuk kemi. Në repas zakonisht janë mjek të motrat medicinale dhe ndimsat, nuk kemi sigurim apo stafat tjetër. Ato, në disa reparte me dërteta shumë e nevojshme. Ato, me pa jo pjesë. Do i ngelet menaxhuesve, apo jo? Shkoj me psikologun. Një ditë punet e kjo që pastaj ndalemi në ato diagnozat, se si trajtoni, çfarë duhet dim edhe ne si familjar, apo si bashkëqytetar, sepse kemi ndoshta edhe shikues që na ndjekin e kanë ndoshta telashe me familjarët e tyre dhe të dim, ose s'pakut mundohemi ti informojmë se në cilat raste ti dërgojmë, në cilat raste jo, se kemi ne raste edhe kur i dërgojmë në këto institucione, apo jo, po pastaj i lëshoni, duke shpresuar se është gjithçka në rregull dhe pastaj duhet të ktheni. Pastaj kemi edhe raste shumë më të... Një psikolog klinik është i specializuar për vlerësimin, diagnostifikimin e çrregullimeve të shëndetit mendor. Nuk do të thotë që merremi vetëm me raste të rënda mendore, por merremi edhe me zhvillim personal të individëve apo pacientave. Ju, po? Zakonisht të përdorim për vlerësim, kemi disa teste të standardizuara ku disa prej tyre mund t'i cekim. Janë intervista klinike, ku është tepër e rëndësishme rreth njoftimit mes pacientit dhe psikologut. Pastaj përdorim teste të personalitetit, ku ndahen tiparët e çrregullimit të personalitetit. Përdorim teste të inteligjencës, ku vërejmë se në çfarë IQ kemi të bëjmë tek individi. Kemi teste të projektive, ku këtu vërejmë më së tepërmi i përdorim përmes vizatimeve apo fotografive, ku pastaj gjatë nxjerrjes së rezultateve mund të vërejmë disa fshehtësi të emocioneve që pacienti nuk na i tregon. Ju zakonisht vetëm bisedoni dhe vlerësoni, sepse nga ajo që e di unë, psikologu flet, psikiatri ndonjëherë jep edhe ilaçe. Apo ndoshta jam gabim, nëse jo, na i sqaroni. Kur, si, kush? Dhe për çka, në cilat raste? Psikologu klinik, siç e përmendi edhe Nekani, e ka ta bëj testimin se çfarë profili i takon pacienti, çfarë çrregullimi ka, kurse neve si psikiatër, vetëm neve e kemi të drejtën e përshkrimit të terapisë farmakologjike. Për ditëshmërinë e juaj, cilat janë rastet, domethënë, më të shpeshta? Psikologu flet, ju flisni, apo medikamente, sepse ato janë medikamente të rënda, ndonjëherë ka nevojë Mos ta friksojmë pa emra, nuk po i friksojmë, po na informoni. Absolutisht, po megjithatë kur kemi, domethënë, kemi të bëjmë me një spital të tillë, megjithatë e dim se mund të kemi edhe raste kur ipen, domethënë, ilaçe shumë të forta pa i përmendur emra, domethënë, e qetësuesve të ndryshëm e kështu me radhë. Na sharoni. Zonja Floria, ju lutem kur e shihni momentin se edhe ju keni rol të rëndësishëm aty, ndonjëherë a jeni mes psikologët edhe psikiatrët? Edhe nuk dini këta dëgjoni. Në cilat raste dhe pse? Si, gjithka bashkëpunime ndërmjet me psikologët dhe psikiatrët. Psikologët mbajnë edhe grupe me pacientët, njësoj edhe sociologët. Në këto spitale shumë punohet, shumë. Angazhimi i shoqatës është edhe një investim jashtëzakonisht i duhur në mbrojtjen e shëndetit mendor, në ngritjen e nivelit të vetdijes të popullatës, për kujdesin, për ta larguar të stigmatizmin që duhet shkohet te psikiatri, duhet shkohet te psikologu. Në biseda edhe nëse ka nevojë edhe terapi edhe gjithçka. Gjithçka shkon ma lehtë, nëse prin fillim e bin pacientin kontrollime të rregullta. Shumë është me rëndësi tek në psikiatri kujdesi i familjes.
Nëse familjarët janë të angazhuar ma tepër rreth pacientit, ato pacienta shumë janë të suksesshëm. Kemi shumë pacienta që vizitojnë në spitalet ditore të neve dhe kanë vendet punës normal, funksionojnë me gjithat mirat. Mirë po një pjesë jashtëzakonisht e madhe e pacientëve që nuk kanë mbështetje antarët e familjes, kemi raste kur, cili do qoftë mund të përgjigjet, nuk është problem. Kemi raste kur ndodhë që një pacient të sidhet me dhunë, ndonjëherë me ndihmë të shpejt, ndonjëherë me polici, e kështu me radhë, ndonjëherë nga vetë familjarët, po ndonjëherë ndoshta edhe nga fqinjët. Si dhe çfarë do na kishit sugjeruar këtë rast? Si të sidhemi ne si bashkëqytetar, ndoshta pse jo si familjar, edhe nga ana tjetër, ju çfarë duhet bëni këtë rast edhe çfarë bëni në fakt? Edhe a gjeni ndonjë mirë kuptim, bashkëpunim e kështu me radhë? Edhe mendoj se kjo ishte edhe atëherë si problem kryesor, sepse edhe ju si institucion nuk keni shumë ndihmën e institucioneve tjera, nëse nuk gaboj se para një viti nuk është shumë kohë gjatë për të më haruar, apo? Pranimet e spitali jonë gjithmonë themi janë dramatike. 90% të rasteve sillen me ndihmën e ndihmës shpejt edhe me asistencën e policisë, normal të përcjellur me familjar, mirë po shpeshherë pacientët tonë jetojnë edhe vetëm, edhe në raste të tilla lajmërimin e bën fqinjët edhe sillen me ndihmën e fqinjëve. Rrallë herë vetë iniciativa e pacientit për të trajtuar është e tija. Do të thonë shumicën e rasteve nuk janë vetë kritik, bile edhe hasëm në rezistencë, edhe në pranim, edhe në trajtim. Prandaj bashkëpunimi me familjarët është i domosdoshëm. Në momentin e pranimit ju tregojmë se si do rrjedh trajtimi, pastaj duhet të vinë patjetër ditën e nesërme për të na informuar se çka ka ndodhur me pacientin, prej kur janë shfaq simptomet, si janë zhvilluar simptomet, edhe e bëjmë planin se sa do trajtohet edhe kur do lëshohet. Secili prej jush, ose edhe kolegët juaj të tjerë, se kemi aty edhe sociolog, apo edhe mjek përgjithshëm, punëtor social, edhe mjek përgjithshëm duhet keni? Mjek përgjithshëm nuk kemi. Funksionojmë si spital i specializuar, prandaj mjek të përgjithshëm. Po ata që janë me sëmundje me komorbiditete që qëndrojnë aty si kontrollojnë. Na e tregoni se nëse nisi kemi dalë shumë se ne nuk i kemi apo. Edhe neve i trajtojmë, nëse kemi nevojë për analiza më të thella gjithmonë. Si funksiononi? Ja, ju e zbutët pak situatën. Na e tregoni pra mënyrën e trajtimit të atyre që kanë, domethënë, edhe probleme tjera shëndetësore. Atëherë trajtimi është multidisiplinar, i dërgojmë në spitalin 8 shtatori ose në klinikën universitare, kërkojmë një mendim nga një specialist, dërgojnë nga ana e stafit tonë me motër ose me ndihmës pacientin me ndihmë të shpejt ose ndonjëherë organizohet transport nga vetë spitali, sipas raportit që e ka përshkruar specialisti, atëherë vendosim edhe terapinë e duhur. Ta zëm, a duhet keni edhe mjek të përgjithshëm aty? Edhe një ordinacë? Apo nuk janë pyetje për ju, ndoshta janë për menaxhuesit? Si psikolog, ju lutem, kjo është vetëm si emision informativ edhe edukativ. Ndonjëherë edhe japim ndonjë informacion, ndonjë ide përmes provitës. A do kishte me qenë mirë? Do kishte qenë mirë, mendoj që duhet të ketë edhe mjek të përgjithshëm. Ju dyja keni koment këtë drejtim, ata kalojnë këtë? Nuk i takon me sistematizim, mjek të përgjithshëm, mund të pranohet si mjek i përgjithshëm, po spitali është, jo përmend, është spitali specializuar, prandaj duhet të ketë staf vetëm të specializuar. Nëse pranohet një mjek i përgjithshëm, patjetër duhet të dërgohet në specializim, se neve na duam psikiatra. Mjek të përgjithshëm mund të ketë edhe jashtë spitalit. Nga ato kontakte që i kam që ndoshta, domethënë, shpeshherë edhe ankohen tek unë, kërkojnë që pse për shembull një mjek s'ka aty që ta zëm për një person që ndoshta e ka edhe diabetin e kështu me radhë, një mjek i përgjithshëm. Domethënë na e sqaroni këtë pjesë. I trajtojmë edhe neve. Pse nuk keni mjek? Thash, jemi spitali specializuar edhe nuk na takon që të kemi mjek të përgjithshëm. Besoj që ju dëgjoj shikuesi i cili pyeti për këtë, jo rastisht insistova sepse kot e kam unë, domethënë të theksoj pse nuk keni ose duhet keni apo jo. Ja, ju e dhat përgjigjen, domethënë se jeni spitali specializuar. Por nuk i lëni domethënë anësh, i gjeni zgjidhje. Rregull. Trajtimi i pacientëve në seanca të përbashkëta, varësisht sipas nevojave të pacientëve, bashkëpunim ndonjëherë motër, psikolog, që të tre, kanë raste kur që të tre shkoni tek një pacient, kemi pacient që janë edhe në dhomat posaçme, ju lutem, na informoni çfarë ndodh në gjatë një dite ju kur punoni në një spital të tillë.
Intervenimet verbale janë domosdoshme. Dhe me thonë, sa po e shohim se një pacient është pak më i agituar, më agresiv, nuk bashkëpunon, motrat vinë na raportojnë se nuk e merr terapinë, e fshet terapinë, intervenojmë fillimisht në mënyrë verbale, pa u konfrontuar me pacientin, duke u adaptu në nivelin e tij, pa e gjyku me metodat e tona bindëse që terapia është për mirëqenjen e shëndetit të tij. Pastaj kërkojmë edhe nga psikologu edhe një intervenim të dytë. Në qoftë se nuk kemi rezultat me intervenime verbale, atëherë shkojmë të themi në mënyrë pak më agresive me terapi farmakologjike. Në rregull? Zonja Floria, ju kur keni raste ose kolegët e juaj që duhet të jepni domethënë terapinë edhe ja nuk bashkëpunojnë pacientët, si ja bëni? Zakonisht neve punohet bashkarisht. Asnjëherë një infermiere nuk shkon vetë jap terapinë. Zakonisht tabletat jepen aty për aty mbasi të hanë ushqimin pacienti, me gotë me ujë, tabletat i jepen, ja jepë gotën me ujë, e pres të gëlltitin, shpeshherë dhe kontrollohet. Ka në aftësi manipulative për ta Boja fshehë. se din t'i fshehin, t'i hodhin, edhe duhet patjetër trim pacienti një 5 minuta afër nesh. Kjo vetë nuk mundet punohet në spital psikiatrik, nuk është si në spitalet tjera. Pacienti mundet të refuzon, nuk don të jetë agresiv, menaxhimi i krizave është zakonisht i përbashkët. Të gjithë që ndodhen në repart në atë moment, të gjithë me njëherë mbledhen, reagojnë bashkarisht. Ne kanë në raste të tilla dhe pastaj a ka raste kur me të vërtet edhe jo duhet të sidheni pak në mënyrë normal jo fizikisht, po duhet të thënë në mënyrë pak më arrogante, sepse çdo herë kur jeni ndoshta sjellje i luteni sjellje të mirë, po ndonjëherë ka raste ndoshta duhet ta ngrini zërin ndonjëherë. Në cilat raste dhe a preferohet ajo kjo një gjë e këtij? Unë mendoj që nuk është e preferuar, sepse pikërisht aty dihet se me çfarë specifika ose çrregullime të pacientëve kemi të bëjmë dhe mundohemi maksimalisht të përdorim metoda më të lehta dhe më të kuptueshme për gjithë pacientët që edhe ato të ndihen pastaj të sigurt, të pranuar nga ne apo edhe të dëgjuar që pas kësaj të filloj një proces bashkëpunimi me Ka raste kur ndonjë pacient nuk i fregohet askujt. Çfarë duhet bëjë në këtë rast? Ju faktikisht që jeni aty të punësuar. Si reagoni? Po, shumicën e rasteve pacientët tanë nuk frigohen. Yes. Prandaj po them, ndonjëherë Edhe roli nuk është që ta friksojmë po pacientin, mirë po në mënyrë të qetë edhe profesionale t'ja shpjegojmë mënyrën e trajtimit. Ditëve të para sigurisht të kemi në dhomat e izolimit, për shkak se nuk e dim se si do sillen edhe me pacientët tjerë, mundet edhe ata t'i lëndojnë. Ditëve të para i kemi në dhomën e izolimit, pastaj gradualisht fillon edhe socializimi në repart, i lëshojmë që të komunikon edhe me pacientët tjerë, edhe gradualisht derisa fillon efekti terapisë, adaptohen edhe E çka me ata pacient që para një viti i vizituan bashkë, janë pacient që vinë me referim nga gjykata dhe për krime të rënda ose për vepra të rënda penale. Këta, sidomos ndonjëherë din t'jenë pak më arrogant. Në këtë kontekst, sa e keni ju vështirë që... Këtë pjesë me të vërtet tjerë të komisht vështirë. Prandaj jeni edhe pak infermiere më të veçanta se të tjerat, apo jo? Pra të kërkon një profesionalizëm ja të komisht të madhë. Pa ata repate për ata pacient duhet edhe sigurim të ketë. Të neve nuk kemi në sigurim, punojmë vetëm infermierët edhe për kujdesshit. Mirë po i kemi butonat panik ato. E shtypim butonin, vjen sigurimi, intervenohet në moment. Po prapë janë raste pak ma specifike. Si e matni përparimin e pacientit? Po, se jo ndë preva. Baruat me këtë qështje? Si e matni përparimin e pacientit? Edhe a ka raste kur me knatësi, me të vërtet i lëshoni pacientët se kanë, marrë trajtimin e duhur, janë shëruar, se kemi pacientë edhe që konsumojnë apo lëndë narkotike aty shpeshherë kemi, pastaj
Kemi edhe pacient që ndoshta shërohen edhe nga problemet, nga fobit e ndryshme për cilat vinë aty, apo jo, nga traumat e ndryshme psikologjike që i kanë pasur në jetë, gjithë këta më duket edhe kanë të drejt vinë aty edhe i trajtoni, apo jo? Pa tjetër. Shumica e çrregullime mendore, domethënë kanë një trajtim me qenë të vërtetshëm. Disa kanë edhe shërim të plot, disa procese nuk kanë shërim të plot, mirë po fatmirësisht kanë atë remisionin ose fazën e stabilizimit. Edhe në atë fazë funksionojnë në mënyrë të përkryer, as që vërejnë, as prej anës tonë, mirë po edhe nga ana e popullatës, domethënë funksionojnë në mënyrë të duhur, mund edhe të kryejnë punë profesionale, edhe punët familjare. Thash, disa çrregullime edhe kanë shërim të plot, për parimin e sëmundjes, sa ka arritur sukses terapia, psikoterapia ose farmakoterapia, e vlerësojmë edhe në mënyrën si sillet pacienti, mirë po shpesh herë edhe e kemi ndihmën e psikologut, i cili me testet, me disa shkallë të cilat mbajnë disa pyetje, e vlerësojmë në momentin kur ka arritur në pranim pacienti, pastaj mbas 2 ose 3 javëve, mbas terapisë, përsëri vlerësohet edhe shohim se sa kemi arrit sukses në trajtim. Mandej bëhet plani edhe për lëshim. Po. Psikologë, urdhani. Po ashtu vërejmë se gjatë qëndrimit të pacientit në spital, vërejmë se pacienti ka ndryshuar si në sjellje, si në të folurit, apo si kërkon të bisedoj vazhdimisht me psikolog apo psikiatër. Pastaj kyqet gjithashtu edhe në terapi grupore dhe tregon rreth gjendjes së tij që si ka qenë dhe tani aktualisht, se si i shikon gjërat më mirë dhe më pozitive, më ndryshe. Në këtë drejtim roli i infermierës, edhe si është ajo ndjenja juaj kur e dini, domethënë e keni ndjekur vazhdimisht një pacient duke u trajtuar nga psikologët dhe normal me ndihmën e juaj kur e lëshoni në shtëpi? Ajo është me të vërtet një kënaqësi e madhe, sidomos kur lëshohet pacienti dhe mandej vazhdon kontrollimet dhe rregullta në spitalet ditore, në qendrat ditore. Aty njësoj kanë biseda me psikolog, me sociolog, me infermieret, organizojnë terapit i marrin të rregullta, çdo ditë vini, marrin terapit, shkojnë edhe ti çdo ditë të përcjellish gjendjen e pacientit si përparon. Rregull. Kemi edhe pacient që pasi që të shërohen, ndoshta pas 2-3 viteve të kthehen. Keni raste të këtij ajo? Po. Shumica. Dhe si vepronin këtë drejtim, kanë drejtë të rikthehen apo jo? Pastaj kemi edhe raste kur ndonjëherë shfrytëzohen këto spitale, ma merr mendja se ashtu spaku kemi dëgjuar dhe kemi folur, edhe nga persona cilët nuk kanë ku të rinë, nuk kanë me këtë të rinë, dhe disi aty janë mirë, po ju do i tregoni ato raste, ju do në i sharoni për çfarë. Dhe ndodhin edhe shpesher rastet. Dhe pse nuk duhet lejohet një person që ndoshta e shfrytëzon këtë rast, është për në geriatri, por ja që vjen tek ju. Thash edhe më herët mos përsëritem, shumica e sëmundjeve janë shëruese, mirë po kemi edhe disa sëmundje, si për shembull shizofrenia, është proces i cili, domethënë, ka një fazë akute, pastaj ka një fazë remisione ose stabilizimi, mirë po përsëri mund të ketë fazë të përkeqësimit. Në fazën e përkeqësimit përsëri këta pacient sillen tek neve për trajtim, për hospitalizim, varësisht nga gjendja e tij, për shkak se çdo epizod e cila paraqitet përsëri është më e vështirë për ta menaxhuar, edhe trajtimi zgjat më shumë. Edhe shpesh herë këta pacientë janë të detyruar të rrinë pak më gjatë në spital, edhe prandaj cika edhe më herët se shpesh herë paraqitet ose zhvillohet një hospitalizëm ose lidhje patologjike me spitalin. Edhe pjesa tjetër që përmendëm shumë, kjo pjesë nuk është prej vetë pacientëve, kjo ma shumë keq përdoret nga familjarët. I sjellin kinse për trajtim, pastaj një periudhë gjatë zhduken, edhe e kemi vështirësi pastaj që t'i bindin prap t'i marrin në shtëpi, sepse mendojnë se të tillë do jenë prap. Edhe neve gjithmonë mundohemi edhe kujdesemi në maksimum që të arrijmë atë fazën e remisionit, edhe ti lëshojmë, po shumë shpesh edhe keq përdoren.
Keni që toni këtë drejtim, apo e tha, kjo që të kalojmë tek diagnozat e tjera dhe tek mosha. Ne kemi aty, nga jo që kemi parë, dhe me thanë, mosh të reja, gjini, edhe mjeshkuj, edhe femra, dhe thotë, kemi më të moshuar moshën e tretë, për kemi edhe 16-17 vjeç, jo, prej 18. Spitali jonë strikt plus 18 vjetë. Na e sharoni diçka pak diagnozat më të shpeshta tek të rinjt, sa e keni ma lehtë të trajtoni të rinjt, sa ndoshta ata bashkëpunojnë shumë më lehtë me ju, qoftë me psikolog me ju apo me infermierët e kështu me radhë. Një krahasim me, a ka dallim në mosha, do të thotë, trajtimi i pacientëve? Sigurisht që po. Edhe trajtimi tyre varet, do me thënë, ndoshta keni program të posaçëm për më të moshuarit, apo një diagnozë e tillë trajtohet njëjtë si me të moshuarit. Jo, për shkak se pacientët më të ri janë edhe më të ruajtur nga sëmundjet somatike dhe trajtimi tek më të rinjët është shumë më i lehtë. Kryesisht spitali jonë trajton psikoza, shizofreni, sëmundjet shizoafektive, sëmundjet bipolare, depresion me simptoma psikotike e kështu me radhë. Tek mosha ma e shtyme, të mosha e tretë, e kemi reportin e psikogeriatrisë, ku aty trajton edhe demencat, edhe sëmundja Parkinsonit e kështu me radhë, edhe sëmundje shumë të tjera somatike, pikërisht për shkak të sëmundjeve somatike, të cilat gjithmonë janë shkak për cilat ndoshta dhe janë paraqitur edhe sëmundjet mendore. Tek këta persona trajtimi është pak më i ndërlikuar edhe kërkon një vëmendje pak më të posaçme. Tek stafi juaj, thatë se nuk ka staf të mjaftueshëm dhe disi nuk po pranojnë aq lehtë. Sa kjo ju vështirëson juve punën? A ka raste kur me të vërtet punoni 3 fish, 4 fish më tepër se sa që ndoshta duhet, edhe mundeni? Dhe si veproni këto raste? A demoralizoni edhe ju? Dhe si të veproni edhe ju në këtë raste? Si e gjeni pastaj atë vullnetin prapë të shkoni nesër në punë? Urdhani nuk ka ndonjë rend të caktuar kush ku do të flas. Personali është prapë mjaft ambicios, flas për personalin e mesëm. Me të vërtet janë kur nuk ke personel të mjaftueshëm e merr barën e 3, 4, 5 motrave vetë bësh. Ato arrin ta bëjnë. Normal se japin maksimumin, janë profesionistë me të vërtet shumë të mirë. Mirë po mezi që presim, çka do të bëhet, do të jepë Ministria punësime të infermierëve gjithë stafit. Mandej tash infermierët edhe shumica e kanë lanë punën, një numër jashtëzakonisht i madh edhe në gjithë shtetin që largohen jashtë shtetit. Mirë, po posaçërisht prej psikiatrisë shumica ikin. Ato e bën jo pse si personal që jo i mjaftueshëm, po kushtet e sigurisë, mënyra më specifike e punës me këto pacientë janë të veçantë. Edhe është pak e vështirë. Orda? Sigurisht që në qoftë se do kishte më tepër personal, do ishte shumë më mirë për secilin pacient, do ishte nda koha më tepër për të biseduar individualisht, që të ketë grupe në javë 2. Për shembull, tani kemi vetëm një grup me pacientës brenda javës për shkak të numrit të vogël deficitit të personelit, sidomos edhe psikologove. Mundohemi maksimalisht ta bëjmë në atë afat kohor sa do të mundemi. Tani, sikur të kishit kushtet, mundësit, çfarë do kishit ndryshuar dhe si do i kishit trajtuar këta pacient, jo që nuk i trajtoni ashtu siç duhet, sepse në bazë tretanave, në bazë kushteve, edhe ju funksiononi. Çfarë është ajo që me të vërtet ju flen në zemër, juve si psikolog, psikiatre shumë shpejt, edhe infermier. Në një institucion, domethënë, të veçantë. Sigurisht që në qoftë se kishtë pas numër më të madh të punësuarve, edhe puna jonë do ishte bë më e lehtë, edhe nuk do paraqiteshte, siç i themi neve në psikiatria, i burnout sindrom. Është një sindrom i vetëdjegjes, kur punon një motër, një infermier ose një psikolog ose një mjek për 2 ose 3, fillon të paraqiten ato simptomat që e ke tepruar me punë, edhe organizmi manifeston shenja. Cilat janë ato shenja, doktori? A i shikni te kolegët? I shohim, përbesje i shohim.
i shojmë edhe, jo vetëm në spitalin punë, po përse në gjithë shtetin, punëtorët shëndetësor janë burnout. Janë burnout. Numri i madh i pacientëve, e sidomos te neve kushtet, edhe problematika që i trajtojmë janë gjithmonë edhe në dëm edhe të personelit shëndetësor. Po, në këtë drejtim jeti? Këtë personel ma tepër e gjithçka shkon me një ritëm pak ma ndryshe. Mas pari këto pacientët e ne nuk ka shumë terapi të japish, tem injeksione, tableta, ato është e kufizume, jepet terapia. Pjesa tjetër është më tepër në formë bisedës. Ta përcjellish oreksin, pacienti nuk han, ti ndihmosh han, ta ushqen, mbajtja e higjienës. Mbajtja e higjienës, kujt i takon? Dhe keni personal apo stafat ose i takon në juve si e ushtrat? Takon si infermiere, mundohemi që pacientët ta mbajnë vetë higjienën. Mi po zakonisht nën kujdesin ton, të infermierëve, ndihmësave të infermierëve. Ajo, më tepër është kujdesin ndaj tyne, që të janë edhe të gatshëm, kur dalin prej spitalit, vetë ta mirëmbajnë higjienën, vetë hajnë, të pinë, të marrin terapit me rregull, sidomos nëpër spitalet ditore, cila terapi, si do të merret, tek do të merret. Ne kemi pasën paciente që me të vërtetë që jam e kënaqur me atë paciente, nuk i merrte terapit. Edhe gjithë shkonte një periudhë, ajo vetë jeton, vinte në spital. Prap lëshohet në gjendje të mirë, prap vazhdon njëjtën. Edhe fillum t'i bajmë fishek ato, edhe të shënojmë mëngjes, drek, mbrëmje, për 7 ditë. Edhe mbas 7 ditëve do të vish prap. Edhe në atë mënyrë këtë e ke, mos gapo, mos t'i harrojsh. Jo, nuk i harroj. Edhe të gjeni mënyrën, prandaj është me rëndësi, po. Ndoj durat, ndoj çokoladë, ndoj sengjana tima, ato këto e afroshim. Me të vërtet janë shumë pacientë të mirë, sidomos nëpër spitalet ditore këto që janë me terapi të rregullta. Unë për vete i du shumë. Ato zakonisht vinë çdo ditë, atje përgatisin edhe ushqime, hajnë mëngjesin, marrin terapit, e kanë një ditë të zakonshme. Mbushura me aktivitete. Po. Duket e kanë edhe hapësirën e vetë, apo stafat, ku qëndisin. Po, terapia e punës. Terapia e punës. Sa kjo ndikon në trajtimin e pacientëve? Ndikon shumë. Ndikon shumë, sidomos të pacientët që kanë një profesion, edhe sidomos të pacientët që kanë prirje ndaj shkencave të artit, mundohen të shprehen edhe atë emocionet që i kanë, të shprehen me art, ose me ndonjë qëndisje, si që cekët, ose me një skulpturë. Edhe ajo është një kryevepër. Si psikolog, çfarë do thoni këtë drejtim? Sa kjo ndikon në kthimin e vetbesimit, dhe ja se gjithçka është në rregull me atë pacient nëse është në spitalin psikiatrik? Po, ndikon shumë, pasi që pacientin gjatë hospitalizimit ka nevojë për terapi të këtilla që ta shpreh atë kapacitetin e tij që t'i ruaj ato aftësi për vete, pastaj ndikon tepër për shkak që janë më pozitiv, më të lumtur, dhe kohën kanë ku ta kalojnë gjatë gjithë ditës, për shkak se është një kohë gjatë ku me të vërtetë kërkojnë përkrahje, mbështetje, kreativitete apo gjëra që t'i plotësohet. Një pyetje tjetër, domethënë, jemi në hall, do të thotë një familjar, shkruan me një person 80 vjeçar. Përveç që ka demencë, është edhe arrogant. Lënë, domethënë, fëmijët nuk janë rahat më të vegjëlit e kështu me radhë, nuk dinë si ta mbajnë në shtëpi, a nuk duan domethënë ta dërgojnë në spital. Në këtë rast mundet një konsultim me një psikiatër në spitalin tonë ose në klinikën universitare, patjetër, që të kërkohet terapi, varësisht nga simptomat që i manifeston, edhe duhet t'i bëhet edhe testim psikologjik në çfarë shkallë ka demencën, edhe t'i bëhet terapi adekuate, edhe t'ia ul progresivitetin së mundjes, mirë po edhe t'i zvoglon ato simptomat që i përmendet agresiv,
shpesher të këta persona ka edhe halucinacione auditive, edhe t'ja përmirësojnë gjendjen. Që do të thotë edhe një herë shkurt? Një konsultim me një psikiatër. Në qoftë se nuk dojnë që ta shtrinë në spital. Definitivisht nuk duan, po ja që qenë ka do të thotë si pas tyre problem. Mundet një konsultim në përmjet platformës Moj Termin, ta gjenjë një psikiatër, po thuajse të gjithë psikiatrat trajtojnë edhe demencë, ose mundet edhe me neurolog. Neurolog, mundet edhe me psikolog? Në këto raste, jo? Është i paketërsueshëm. Në qoftë se neve dyshojmë se ka një pacient demencë, patjetër e kemi edhe ndihmën e psikologut, i cili e bën testimin neuropsikologjik, se në çfarë shkalle edhe ku ka rënje të aftësive, a ka kognitive ose diku tjetër, edhe t'ja personalizojmë edhe terapinë. Po. Tani do ju lë juve nga këndvështrimi juaj, na thoni atë që me të vërtet e mendoni gjatë dhe me gjitha ato ndoshta jo vetëm probleme, po gjitha ato që ndoshta ju flejnë në zemër dhe duani t'i shprehni para shikuesve të programit ton, e sa i përket trajtimit dhe rëndësisë rolit të juaj gjatë trajtimit të pacientëve. Mos harroni të nderuar se ne kemi shumë qytetarë që ndoshta janë dhe ka nevojë për psikolog, definitivisht po, se edhe unë me knatësi pse jo, do ulesha dhe do ju trajtoja dhe më thënë do i tregoja problemet të lashet edhe këshilla. Por kemi raste kur do të thotë me të vërtet kemi nevojë, por ja, nuk shkoj. Ju jeni aty çdo ditë, po edhe me familjar, ndoshta edhe ata kanë nevojë të shprehen dikundi. Çfarë është në këtë drejtim me rëndësi sipas jush? Tani e harrojmë atë pjesën që thash edhe për vete apo jo. Po thash që liroj pak më tepër në bisedë, urdhani. Mesazhi im është që të ngrihet rëndësia e shëndetit mendor. Shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa shëndeti somatik, edhe të kërkohet trajtim tek personat adekuat, edhe në kohë të duhur, të ulet stigma, të mos etiketohen personat që kanë probleme me shëndetin mendor, të shtrihen në spital pse jo nëse ka nevojë, edhe spitalet psikiatrike gjithashtu janë spitale si spitalet e tjera. Zonja Florie? Për sëmundjet mendore duhet luftohet stigmatizmi ato. Mirë po në përgjithësi kur kanë probleme jashtëzakonisht pak më të mëdha, duan i binë në spital në për kontrollime. Pjesa tjetër në cilët nuk ja vën shumë njerëzit vëmendjen, janë depresionet, që janë shumë të shprehuna vitet e fundit. Unë të më edhe pas Covidit, mirë po edhe në përgjithësi, çdo heshtje, një kohë pak më të gjatë, ka nevoj për një bisedë, ka nevoj për një konsultim me psikolog, me psikiatër, ato. As pak nuk e shfrytëzojnë këtë pjesën populata. Ku është problemi? Çka mendoni ju edhe ju e kanë pasit baran zonja Florie? Mendim se nëse shkon në psikiatër, është diçka wow, kjo nuk është në rregull me këtë ande dhe durojnë, rinë, e kalojnë atë pjesën depresive në mënyrë shumë atranë se sa të lajmërohen edhe të vinë për ambulanca, institucionet psikiatrike. Ne kemi edhe, besoni, kemi edhe personat rëndom të cilët ndoshta ka nevojë thjesht për ndonjë problem të flasin, ngurojnë, nuk shkojnë te psikologu. Cilat janë ato shenjat e para që duhet të vendosim të flasim me një psikolog? Së pari herë mendojnë se është turp të bisedohet me një psikolog, por pas gjithash bisedave që biseduam këto në studio, mendoj se do i kishmi sugjeruar që nuk është turp të bisedohet me një psikolog dhe nuk është turp të kërkohet shërimi, por është një forcë që duhet gjithmonë ta kemi gjatë gjithë sfidave të jetës. Po, urdhani. Andoni, ndoshta këto e pak më vonë i lëshuam si të shohim atë simpozium. Me të e filluam si duket, me të do e mbarojmë, për mua është në rregull. Shkojmë atëherë, të shohim çka ka ndodhur. Ju mund t'i komentoni se ato janë pa zë, thjesht na sqaroni çfarë krejt ndodhi në atë simpozium. Që është kaq i rëndësishëm për ju. U mbajt shembull dekorimi komplet, gjitha pikturat
Të punuara janë nga ana e pacientëve. Dhe do thotë që pacientët kanë inteligjencën dhe mundësitë e tyre që me të vërtet janë për t'u përshëndet. Atyne ju duhet vetëm një kujdes pak më i jashtëzakonshëm që të marrin terapinë një numër i madh dhe të funksionojnë normal. Mos të devijojnë, a nuk e merr terapinë, kthehet prapë në spital. Ato më duket patët edhe përveç temave që ashtu, në fund patët sa mirënjohje u ndan apo jam gabim? Mirënjohje u ndan motrës së vitit 2025, u ndaj të drejtorit i cili me të vërtet Spitalit Psikiatrik Shkup përmbajtje maksimale kishim ndaj saj, edhe disa tjera. Këtu kishte prej gjitha vendeve, motra, gjitha institucione psikiatrike të Maqedonisë. Deri tash në shoqatën për ne, zonjës Gordana Beshljevska, ka disa degë ndamet infermierisë që kanë mirë, po psikiatri nuk kishte. Dhe më thanë ishte era e parë kësaj radhës këtë vit. Ko më parë, me 28 duket. Po 28 nëntor ishte. Mirë, po jashtëzakonisht pjesë e nevojshme që duheshte me vërtet merren hapa në këtë pjesë. Rregull. Tani jemi aty ka fundi i emisionit, keni nga ca minuta se cilin nga këtë vështrimi juaj, le të jetë kjo një mesazh, le të jetë kjo një thirrje në adresë të shikuesve për atë që ju e keni parë, se ndoshta ne nuk e dim, nuk jemi domethënë vetëdijshëm se sa do të thotë kur ndokush në rrethin ton vuan nga ndonjë problem shpirtëror, do thoja, e që nuk trajtohet me ndonjë lloj ilaçi, si të detektohet kur, si të veprojmë dhe shpeshherë kur me ilaçe, kur pa ilaçe. Ju lutem, krejt çka mendoni ju se duhet të dim ne, shfrytëzojeni rastin, na jepni ca informacione, ca këshilla e kështu me radhë. Në moment që një individ e sheh se ka disa simptome, si për shembull disponim i zvogluar, pastaj shumë shpesh sëmundjet mendore shfaqen edhe me simptoma somatike, për shembull rrahje e shpejtë e zemrës, djersitje të duarve, një shtrëngim në gjoks, në fyt, që do të thotë janë simptoma të ankthit, pastaj pagjumësia, të kërkohet ndihmë, nëse jo ndihmë nga një psikolog ose psikiatër, ose pse jo edhe mjeku am, ta ndan me familjarët, me shokun e ngushtë, me shoqen e ngushtë, me prindit, edhe intervenimi në kohë të duhur edhe rezultatet jep më të mira. Domethënë edhe për simptomat të sëmundjeve psikotike, halucinacione auditive, ose shumë shpesh pacientët tonë dëgjojnë zëra, ose flasin vetë me veten, nëse familjarët i vërejnë këta simptomat familjarët e tyre, atëherë të kërkojnë ndihmë në fazën e hershme të sëmundjes. Fillimisht të psikologut, të psikiatri. Të mjeku am, të psikologut, po, se mjeku am gjithsesi është dera e parë ku duhet të trokasi. Nga këtë vështrimi juaj? Po, sigurisht, në qoftë se individi has simptomat që zgjasin, për shembull të stresit apo të ankthit, frikëra apo pasiguri në punë, në sjelljet e tij, atëherë mund ta rekomandojmë që prej në fillim sa nuk janë zgjatur më tepër simptomat, është më herët është më mirë që të kërkoj konsulta psikologjike apo me ndonjë psikiatër, me ndonjë mjek. Po, ju nuk jeni psikologe e psikiatre, po megjithatë jeni në mes të psikologëve dhe psikiatrit dhe besoj që pa ju nuk funksionon kur gjë nga motra. Edhe do të thotë që edhe ju mund ta jepni këtë drejtim mendimin e juaj, sepse me të vërtetë unë them shpesh herë ai që ndoshta aty shef gjithçka, ndonjëherë mund të jep ndonjë ide, ndonjë sugjerim të mirë apo më mërmendja mirë. Është një zinxhir i lidhur, e cila nuk mundet të funksionon njëna pa tjetrën. Gjithë funksionojnë bashkarisht. Në shëndetin mendor duhet sa më tepër të investohet. Të mbahen në atë aspekt, të mbahen sa më tepër emisione, të edukohet popullata, të ketë një njohuri pak më gjanë në këtë aspekt.
ato që të kemi një shoqëri të shëndetshme. Dhe sinqerisht krejt për fund, ja një mesazh, një porosi në adresë të shikuesve tonë. 2025 po e lëm, çfarë do kishit sugjeruar për 2026? Si psikiatre, psikolog, shumë shpejt. Programa preventive. Thatë si jeni specializante, për mu jeni psikiatre, se aty punoni edhe shumë shpejt do jeni edhe ju si infermiere. Programa preventive, pak ma shumë, të flitet ma hapur për shëndetin mendor, duke fillu nga shkollat fillore, nga shkollat e mesme, e shifni se kohëve të fundit kemi edhe epidemi të varshmërive, të substancave narkotike. Sikur janë haruar këto tema, nuk po përmenden ma mërmendja, vetëm ata që kanë telashe i di. Duhet ju kushtojnë pak ma shumë rëndësi programeve preventive edukative. Të një Flurie? Njësoj, në hapat e vogla në për shkolla, sidomos, prej aty duhet të fillojnë edukimet, sa ma tepër të flitet, sidomos për mbashmërit, në atë mosh, ato që të keme një shoqëri të shëndosh. Dhe Do i këshillat e psikologët për 2026? Do i kishim sugjeruar që më tepër të merren me programe, më tepër të lexojnë apo të arrisin vetëdijen dhe të komunikojnë me profesionistë të fushave që do ishte më lehtë për gjithë shoqërinë tonë që të kalojnë ballafaqimet A pajtoni që sa më pak duhet të pyesim internetin edhe rrjetet sociale, shokët, miqët që ndoshta edhe nuk dim se kush qëndron aty për problemet tona private. Është kjo problem apo jo? Dhe a duhet pak të përqendrohemi më tepër, sidomos me më të rinj që të mos i lejojmë atë shumë, domethënë se disi edhe kjo është problem në vete, se këshilla po marrim nga njerëz të panjohur, nga inteligenca artificiale, kështu me radhë. Pyetjet në për platformat si ChatGPT ose disa tjera, shumë shpesh të rinjët tonë ose edhe pacientët tonë kërkojnë simptome edhe bëjnë një vetë diagnostifikim i cili edhe më shumë e thellon çrregullimin, po. Edhe sugjerimi është që asnjëherë mos t'i shprehin ato emocione, ato ndjenja me platforma të tilla, po të kërkojnë ndihmë nga një profesionist. Do të që është njeriu, nuk rekomandohet, nuk rekomandohet inteligjenca artificiale për këtë rast. Mundet vetëm se ta përkatëson gjendjen. Psikologu? Po. Pajtohem edhe unë plotësisht që nuk rekomandohen këto raste që përmes internetit të bazohen në se çfarë gjendje janë individët. Më i mira do ishte të konsultohen me profesionistë adekuat që janë para në ta. Besoj që edhe ju e keni mendimin e ju, vetëm nëse doni të shtoni diçka, se ne gjithë jemi të pajtimit se me të vërtet nuk duhet çat GPT-t pyesim për atë se si po ndihem, çfarë si ta zgjidhje këtë problem shëndetësor, psikologjik e kështu me radhë. Sa jeta duhet jetë sa më e natyrshme. Jo me telefona në dorë, me tableta, me ashtu. Pri hapat e para si t'i bëjnë fëmijët me një herë jepet. Natyra është e bukur, shfrytëzoje natyrën. Po. Të nderuar me të vërtet ishte kënaqësi se sonte datë ko erdhat dhe na mundsuat realizimin e këtij emisioni të radhës Provita. E besoj se ne u munduam bashkërisht të prezantojmë punën, rolin e juaj në një institucion kaq të veçantë dhe ishte kënaqësi edhe për neve. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu jeni të mirëseardhur çdo herë, ndoshta në tema tjera, ndoshta për tema për cilën ndoshta kësaj radhe ose radhën e ardhshme ju vetë do i caktoni për cilën ndoshta unë nuk i përmenda sot, a me keni menduar dhe mendoni se janë të rëndësishme për të folur për to. Faleminderit. Ishte kënaqësi sinqerisht. Normal, gjithmonë shikues të nderuar, falëndrimi veçantë shkon edhe në adresë të juaj, sidomos edhe për ju të cilët ndoshta shpesh herë na shkruani në rrjetet sociale dhe atë sa ka mundësi, domethënë edhe po i parashtroj edhe pyetjet e juaja. Me shpresë se do të shihemi sërish të anën e ardhshme, unë ju përshëndes dhe ju dëshiroj natë të mirë.